Atëherë, jeton Thaçi, përshëndetje dhe mirë se erdhët në Tryeza 10. Faleminderit për ftesën, vjen mirë që jam këtë program. Si po kaloni sonte këtu, si po ju duket? Mirë shumë. Njoftimi edhe me palët të tjera, me sipërmarrësit e tjerë. Shumë mirë, vjen mirë. Po, na trego pak a shumë për historinë tënde, të biznesit tënd, me çfarë merret konkretisht jetoni? Na jem vlerësues i kerë ose makina. Pas aksidentit jemi gjithmonë prezent dhe i bëjmë vlerësimet e domit makinës. Jemi pe vitis 1994 ku kemi orë këtë me familje. I kemi me vite punë provoj edhe që 2 vjetë kemi hapë këtë limitin vlerësimit ose guta ata që thënë këtu në Gjumëni. Kem punu me vite edhe se e kemi kry mekatroniken, majster, edhe kem dalë tani këtë drejtim. Pra që 2 vite e keni këtë aktivitet. Dhe si po ju shkon? Mirë. A është i vështirë sa ju shkakton, do thoja, stres, trauma, ku të shikoni aksidente, ku të shikoni, sepse ju shkoni edhe në vend ngjarje, apo jo? Ka dhe raste që janë shumë të vështira që nuk mundet njërë dhe me kalu, se e keni farë vështirësie me kohë, deri sot i kalojsh ato po me qyshe, po janë edhe aksidente që nuk janë vetëm, aty janë edhe të vogla, që i bojmë edhe ato, kështu që... Ka raste kur palët vinë, pretendojnë për të shpërblyer më shumë dhe ju jeni një farë mënyrë i vlerësuesi për t'i dhënë vullën se sa është dëmi real? Keni edhe kësi debate apo? Kemi edhe këto debate shumë me shqiptarë, se shqiptarë që kanë kohën e fundit nuk e dinë edhe ligjin edhe flistin shumë e zveti. Ato vlerësime që bëhen nuk do më varet gjithë pe kerët ose pe makines, çfarë gjendje është çat moment. Tani njëjtën da mund të më pas dikush më shumë, po tjetër mund të më pas më pak. Kështu që nuk është që varet vetëm nga ne, varet vetë provoja që e ki me vite që e din çka me vlerësu. Ta jepat mundësin ose hapësirën tonë që mundesh me vlerësu mirë ose mundesh me vlerësu domin ashtu që shtuat. Po ku ta kesh një palë për shembull nga bashkëdetarët tanë, të bën ty zemra të bësh diçka më tepër për ta? Gjithmonë, edhe pse jena këtu që 30 vite ose që 32 vite ki gjithmonë atë që ti ndihmosh më shumë për te anës profesionale. Gjithmonë ki atë me shqiptarën në lidhjen tonë që ke qef minimum më shumë edhe na kem pas fatin që kemi mopë që është që të 2 vjetë e fundit e ka nërë shqiptarë që nuk e din gjuhën i ndihmojmë në drejtim si për gjuhën, për ligj, për telefonata me sigurime, për kthimin edhe letrat që i mbushëm, kështu që e kemi një farë lehtësimi edhe për shqiptarëve që na besojnë neve. Pra edhe këto shërbimet të tjera i ndihmoni apo jo? Absolut, ashtu janë ato gjithmonë që bën edhe me qef kur e ki shqiptarin edhe diçka që është i duhet ndihmë. Unë e vrejta këtë gjë në fakt në takimin që kishim bashkë në Shëndorf me komunitetin e biznesit, që kishit një respekt nga të gjithë këto sipërmarrës. Këto në një farë mënyrë ta kanë interesin pikërisht për profilin e biznesit që ti bën, të gjithë shkarkon tek ti tek e fundit edhe kanë qef të marrin me të mirë, apo e ke ndërtuar këtë marrëveshje apo këtë marrëdhënie me ta me punë dhe dëshmëri? Se banë më bisedat më mirë. I njohum këta me vite për që këna orë këtu, po është marrëveshje ose marrëveshje, është një si familjar në bashkëpunoj me vite kështu që... Një marrëdhënie shumë shoqërore, e nuk besoj interes diçka, po që atë momente kër e ki edhe për këtyne jam shumë faleminderues që jam prezent këtu në studio, që kam shumë klient nga këta, që na besojnë punën e neve. Bravo. Ato është që djetë njëri i mirë dhe e kundërt është edhe për neve që shkon punët e këta. Më bëni përshtypje tek ju në Shëndorf jeton kompaktësia, lidhja, ku faktikisht unë nuk prita aq numër të vinin sipërmarrës, dhe kur pash atë, domethënë me organizimin sidomos dhe sipërmarrjen tënde bashkë me drejtorin, me të vërtetë unë ndjeva mirë për faktin që ju jeni shumë të lidhur me njëri tjetrin, i gjendeni njëri tjetrit afër apo jo? Shumë e vërtetë. E keni patur këtë trashëgim nga të parët tuaj apo e keni ndërtuar ju? Këta më njohin edhe prindit, do më njohin këtu që janë nërë me vite kanë punu dhe dinë që kanë bo punën e veti, që është edhe na kemi vazhdu, kështu që besoj për mes prindve, po edhe neve që kemi kapsuat punën ose profesionalin tonë me vite që kemi bashkëpunu me ta.
e kemi edhe atë Pra aty pash firma relativisht të reja dhe gjenerata të reja të cilët janë të guximshëm dhe të suksesshëm dhe që ja çonin shumë mirë me njëri tjetrin. Shumë e vërtet. Janë shumë rinia ju në ashme shumë e mirë isha edhe shqiptarë si në studime, si në profesionalin që e bojnë çdo drejtim që e bojnë me zemrë besoj ma shumë, edhe na si popull jemi punëtor, që e kemi kallëzu kohën e fundit ose vitin e fundit, tek Gjermanet e kanë respektin ndryshe kohën e fundit mes neve, sëse që ka qenë ma herët. Kështu që edhe rinia është shumë e kujdesshme, në kohën ata 2 vetë që kanë qenë aty prezent, 24-25 vjeçor që kanë përfundu që do t'i kemi studio dhe ato në edicionet e ardhshme. Kanë hapë edhe atë drejtimin e vetë çfarë kanë, se mekanika dhe mekatronika majstera në drejtimin. Kështu që Erasmia besoj që ka me kone... Kam një informacion që keni bërë diçka edhe në Kosovë. Qa ke bërë konkretisht? Kemi ndërlidhë paka shumë këtë punë në biznesin që kemi këtu. Kemi hapa atje është një sigurim i bjen për mbrojtjen e ligjit juridik. Ndodh aksidenti që atë moment i mbrojtën për avokatit. Kështu edhe kemi vlerësuesin tonë, kemi bashkëpunimet tonë atje direkt në Prishtinë. Kemë shumë këtu që banojnë ose jetojnë shqiptarë, kur ndodh aksidenti edhe s'ki ko mu merë. S'ki ko mu merë shumë atje në hapësirën në Kosovë, se jem pushimet, e kemë 2 javë apo 4 javë. Kështu që është përfaqësia edhe aty. Edhe atje përfaqësojmë. Sa bukur, bravo. E përfaqësojmë atje avokatin tonë që e kemi partner, i kemi edhe punëtor. Që sa kohë e keni hapur këtë? Tani prej shkurtit, kjo është shumë e frikshme. Urime. Faleminderit. E ndjeni suksesin, e ndjeni që ka patur nevojë Kosova? Ka patur nevojë. Në Kosovë është një pjesë që shumica nuk e kuptojnë ose nuk e dinë ç'është mundet me funksionu. Të shërbim. Po kemi këtu më shumë që ka interes, shumë interes nga këtu kemi shumë. Si jemi edhe një grup Maraklit Kerë, thirrën kemi edhe shoqërinë, ata janë prezent në krejt Evropën. Valonin me njoft edhe kë. E kam shok shumë të mushta që nga prezenton neve shumë atje në Stuttgart, Heilbronn, ku janë. Pra keni krijuar edhe logjistikan institucionale, ligjore, do thoja, për t'i mbrojtur në rastin të ndonjë aksidenti apo rreziku që mund të kenë udhëtime drejt vendindjes. E vërtet. Shumë bukur. Keni në objektivet tuaj ndonjë plan tjetër për ndonjë investim tjetër në Kosovë apo mjafton me kash një herë? Kemi njës një herë këtë procedurë të shofëm, so po dolëm dhe rësë që është po shrecin shkollët e pora, tani besojnë të ardhmen që do të me posë investime tjera. Shkoni shpesh në Kosovë? Ka raste që edhe 10 herë në vetëm bje me shku, edhe më shumë dështë. Çfarë të kënaq më shumë atje dhe çfarë të pengon më shumë atje? Atje kemi një shoqëri ose se tham një popull shumë mirë presë, që kur shqiptarë që janë që të presin. Vitale, mikritse. Janë vitale, janë rinia, është ashtu kështu që një fetush rinia në Kosovë ose në Ballkan është ma e zhvillueshme për tani që kemi edhe është një falloj knatësie vend toni kur është që shkon atje edhe i ki për rrasë i flasin shqip, edhe është një... Ke marrë ndonjëherë ndonjë shok gjerman, shoqëri gjermane, të tregosh Kosovën? Po, kemi familjarë që vinë atje me vite, që na vizitojnë, edhe ata nuk e kanë pritë Kosovën, kështu që shot tani me këto arritje që kanë bërë në vitet e fundit, që kanë edhe merite shumë diaspora për investime për sene që kanë bërë në vitet e fundit. Kështu që janë edhe ata të çuditshëm, ose janë nuk e kanë pritë ashtu Kosovën sikur që është. Nëse vjen një i ri apo një i re nga Kosova Rishtas në ambientin tuaj ku jetoni dhe veproni, në rrethin tuaj, mblidheni, bisedoni me të, mundoheni që të krijoni atij apo asaj një hapësirë integrimi? Ka pas edhe raste që kanë ardhur ata te na kanë pyetur, kanë ditë që jemi shqiptar ato dhe kemi ndihmuar po. Bravo. Dhe në fund cili është mesazhi për të gjithë ata të rinj të cilët dëshirojnë të merren me një biznes vetanak këtu në Gjermani? Guximi. Besoj që guximi është ai kryesor që mund të marrë dhe shqiptarët e kanë atë guximin që janë shumë biznesmenat drejtori, janë guximshëm nuhia, janë shumë të tjerë që kena prezantuar veten këtu me guxim besoj edhe me profesionalizmin që e bëjmë se na shqiptarët e dojmë, se sa më herët punën e kemi edhe atë që mund të ketë sfida, po e kalojnë ato, shqiptarët e kalojnë
energjinë e tyre. Energjinë dhe vullnetin e punës së tjetës. Si tha më përpara Besarti, tha guximi shqiptar dhe preciziteti gjerman. Shumë e vërtet. Aja ka qenë. Shumë faleminderit që ju kishim në studio. Faleminderit.